Lajmet e 11 punëtorët e transmetuesit publik i nisën me heshtje. Sidoqoftë mesazhi ishte i qartë. Punëtorët e radio-televizionit të Kosovës i duan pagat e tetorit dhe nëntorit. Për 2 orë prej 11 deri në ora 13, ata grevuan brenda dhe jashtë ambienteve të tyre të punës. Kryetari i sindikatës së punëtorëve të RTK-s Gëzim Bimbashi tha se këta u injoruan, prandaj edhe po grevojnë. Injorimi i kërkesave tona na ka sjell deri këtu. Na kanë injoru kërkesat si sindikat, kemi bërë thirrje me herët kuvendit, u shpërbë kuvendi, tash po bëjmë thirrje te qeveria, te kryeministri Kurti. Nëse ekzekutivi në detyrë nuk u jep përgjigje, u tha se nuk do ta mbulojnë fushatën elektorale për zgjedhjet e dhjetorit. Nëse nuk bëhet një zgjidhje, do të kërkojmë që të pezullohet mbulimi i fushatës elektorale, jo prej qefit, prej dëshirës. Kryetari i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës Gjemal Regja sërish doli të mbështes punëtorët e RTK-s. Njerëz si AGK, siç kemi thënë në të kaluarën, ka vetëm një adresë të përgjegjësisë, është qeveria e Kosovës gjithçka. Është në dorën e kryeministrit Kurti dhe ministrit të financave Hekuran Murati, që tashmë kanë edhe një përparësi për të ndërmarrë hapa, pasi që nuk janë më ligjërisht deputet. Gjatë ditës është publikuar një letër e kryeministrit në detyrë Albin Kurti drejtuar Unionit Evropian të Transmetuesve, ku thuhet se fonde do të ndahen sapo të merret vendim nga Komisioni Përkatës Parlamentar. Seanca e parafundit e kuvendit e kishte si rendite trajtimin e çështjes së RTK-s dhe themelimin e komisioneve parlamentare, por se partitë ish opozitare nuk morën pjesë me që vlerësuan seancën si të jashtëligjshme.